Policia blindon për 3 ditë Tiranën ja rrugët që do bllokohen në 14, 15 dhe 16 maj. Policia e shtetit ka njoftuar masat që do të merren gjatë zhvillimit të samitit të Komunitetit Politik Evropian në Tiranë në 16 maj. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Rebania Upi, në një konferencë për mediat ka bërë me dije të gjitha masat e marra në funksion të garantimit të sigurisë së delegacioneve dhe qytetarëve. Upi ka paralajmëruar një sër bllokimesh dhe devijimesh të qarkullimit si dhe ndalime të parkimeve në disa rrugë kryesore të kryeqytetit. Deklarata drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, drejtues i parë Rebania Upi, konferencë për shtyp në lidhje me masat e policisë së shtetit për garantimin e rendit dhe sigurisë publike gjatë zhvillimit të samitit të Komunitetit Politik Evropian më datë 16 maj 2025. Të nderuar qytetarë, të nderuar përfaqësues të medias, me cilësinë e drejtorit të Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike në Policinë e Shtetit, dëshiroj t'ju informoj se në kuadër të zhvillimit të samitit të Komunitetit Politik Evropian që do të mbahet në kryeqytet më datë 16 maj 2025, janë ndërmarrë një sër masash me qëllim garantimin e rendit, sigurisë dhe mbarvajtjes së këtij eventi ndërkombëtar me rëndësi të veçantë për vendin tonë. Menjëherë, pas menaxhimit me sukses dhe sigurimit të rendit publik në 2 evente shumë të rëndësishme, siç ishin zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë dhe 3 etapat e para të Giro Italia 2025, garantimi i sigurisë së këtij samiti është sfida e radhës e policisë së shtetit. Me këtë rast kemi marrë të gjitha masat e nevojshme për pritjen, shoqërimin, sigurimin dhe përcjelljen me sukses të miqve tanë evropian. Me këtë rast kërkojmë edhe një herë mirëkuptimin e komunitetit të kryeqytetit dhe jo vetëm për kufizimet e përkohshme në qarkullimin e qytetarëve dhe mjeteve të cilat janë të nevojshme për garantimin e sigurisë dhe mbarvajtjes së samitit që do të zhvillohet në kryeqytet.